Tha Enes ibn Malik, transmetuesi i ngjarjes, pasha Allahun thot, ka qenë dita më e lumtur e jona mbas pranimit të Islamit. Vjen një burr tek pejgamberi alayhisalatu wassalam, i bën atë pyetjen e famshme, pra pyetjen kur do të bëhet kiameti. Thot Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thot ishim një ditë me pejgamberin alayhisalatu wassalam në Medinë dhe erdhi dikush dhe ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeti: "O pejgamberi i Zotit, tha, kur do të bëhet kiameti?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normalisht kuptoi që personi nuk ishte banor i Medinës, se ky kapitull ishte mbyllur me kohë për banorët e Medinës. Mirëpo sahabëve ju pëlqente kur vinte në një kështu nga larg që s'dite çka ka ndodhur në Medinë dhe bonte pyetje që këto ndoshta përsëritje. Ose pyetje që këta nuk guxonin, pyetje ndoshta shumë të thjeshta. Pejgamberi sa me pak kështu i tha: "Po mirë," i tha pejgamberi sa, "ti çfarë ke përgatit për të?" Ati sikur i ra pika. Sa ai nuk e priste, ai mendoi që pejgamberi do të thotë mas 10 vjeç, mas 100 vjeç. Tha: "Po ti çfarë ke përgatitur për të?" Ai thotë nesër sikur i ra pika, burri nuk e priste. Pastaj u mendu pak dhe tha: "Pejgamberi Zota, gjota unë ndoshta nuk dallohem me namazin tim apo me agjërimin tim, ama ata për atë ditë kanë përgatitur dashnin për Zotin dhe dashnin për profetin e tij, Muhammedin alayhis salam." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-mar'u ma'a man ahab", do të jesh me ato që i do më shumë ti. Tha Enes ibn Malik, transmetuesi i ngjarjes, pasha Allahun thot, ka qenë dita më e lumtur e jona mbas pranimit të Islamit. Sepse, komenton tani Enes ibn Malik, thot: "Allahu, i dërguari i tij, Ebu Bekri dhe Omeri, janë më të dashurit e zemrave tona, shpresojmë që të jemi ditën e kiametit me ta." Pra ideja është, domethënë, këto pyetje, ky lloj diskutimi duhet na çojë në reflektim, në përmirësim të vetes, të jetës, dhe jo thjesht mbetet një diskutim, le të themi, argumentash edhe kundra argumentash edhe të na ftohet zemra.